kuadër të muajit tetor, muajit të artit dhe letërsisë, i emërtuar ndryshe edhe si muaji i librit dhe leximit, zyra vendore e arsimit parauniversitar në Patos, në bashkëpunim me shkrimtarët Elmira Rama, ka dhëruar libra të kësaj autoreje për bibliotekat e shkollave Meleq Gosniqti, Muhamet Shehu dhe Hekuran Maneku të qytetit dhe Sotir Çapo në Zharrës. Biblioteka e 4 shkollave të bashkisë Patos janë pasuruar me libra të rinj, falnismës së shkrimtares Elmira Rama, e cila ju përgjigj me dashamirësi ftesës së zyrës vendore arsimore parauniversitare Patos, është shprehur drejtoresha e këtij institucioni Elda Goxhaj për televizionin Apollon. Gjithashtu ajo ka theksuar se ky akt safisnik aq i rëndësishëm i shërben komunitetit, prindërve, mësuesve dhe nxënësve për ta kthyer vëmendjen tek libri dhe për të nxitur vullnetarizmin në dhurimin e librave. Në kuadër të muajit të letërsisë, zyra vendore arsimore parauniversitare Patos ka zhvilluar një aktivitet në bashkëpunim me shkrimtaren e qytetit Elmira Rama, e cila ka kontribuar me dhurimin e titujve të librave të saj bibliotekave të qytetit. Kjo nismë i shërben mësuesve të gjuhë letërsisë të shkollave tona dhe nxënësve që në veprimtaritë e tyre letrare të njihen edhe me autorët e qytetit. Shkrimtarja Elmira Rama u shpreh se dhurimi i librave është mënyra më e mirë për të afruar nxënësit pranë librit si pasuri shpirtërore dhe ndriçuesi mendjes, për të shërbyer edukimit estetik të nxënësve dhe nxitjen e të lexuarit, por gjithashtu edhe për t'i orientuar që të njohin nga afër autorët e qytetit dhe të vlerësojnë krijimtarinë e tyre letrare. Dhurimi i librave, ka pohuar shkrimtarja, synon ruajtjen e vlerave të krijimtarisë letrare dhe identitetit kombëtar tek nxënësit. Dhurimi i librave është mënyra më e mirë për të nxitur të lexuarit, sidomos tek nxënësit. Unë si autore e kam kënaqësi kur libri shkon në duart e lexuesit, por kur ai shkon në duart e lexuesve të rinj, nëpërmjet bibliotekës, atëherë ndjeva një tjetër ndjesi. Çdo libër ka sakrificë, ka mund, ka copëza të shpirtit, dhe kur i shikon këto në raftet e bibliotekës, për mua ishte sikur i vendosa në një vend të shenjtë. Unë ndjeva e lehtësuar, e realizuar, e sigurt që libri ishte në vendin e duhur, atje ku do të kryente më së miri misionin e tij. Ishte një ditë plot emocione, me të papritura, për të cilën unë dua të falenderoj përzemërsisht për ftesën drejtoreshën e zyrës vendore arsimore Patos, zonjën Elda Goxhaj, drejtoreshat e shkollave, mësueset kujdestare të bibliotekës dhe nxënësit që u gjendën aty për bashkëpunimin dhe mirëpritjen. Jam e bindur që një ditë dikush tjetër do t'i falenderoj ata që e kanë gjetur librin në bibliotekën e tyre. Ju uroj shumë suksese të gjithëve, sa më shumë dashuri për librin, pasi koha e ka vërtetuar që libri është shoqëruesi dhe udhërrëfyesi më i sinqert. Drejtuesit e shkollave dhe të kësaj biblioteke kanë mirëpritur pasurimin e fondit të librave me titull të shkrimtares dedikuar të gjitha gjeneratave. Sipas tyre, çdo libër që vjen është i mirëpritur, por kur ato vijnë si dhuratë nga një shkrimtare e qytetit, atëherë nderojnë dhe e vlerësojnë. Gjithashtu, ato kanë theksuar se shpresojnë që të kenë dhe bashkëpunime të tjera me shkrimtaren Elmira Rama, ndërsa nxënësit shprehen mirënjohje për shkrimtaren. Qëllimi i dhurimit të librave në aktivitetin e përvitshëm të muajit të librit dhe leximit në bibliotekat e shkollave të Patosit është kontribut për nxitjen e interesimit për lexim tek të gjitha grup moshat, fëmijët dhe të rinjt, që ata të lexojnë sa më shumë si vazhdim i traditës, ka deklaruar drejtoresha e zyrës vendore të arsimit parauniversitar, zonja Elmira Goxha.